Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Shpëtoni nga infeksionet urinare vetëm me sodbuke dhe uthull molle. Ju mund të trajtoni infeksionet e kanaleve urinare duke përdorur dy përbërës efektiv dhe të thjeshtë. Siç tregojnë statistikat, infeksionet e kanaleve urinare mund të jenë infeksioni i dytë më i shpeshtë pas infeksioneve të frymëmarrjes. Vetëm 8 deri në 10 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara vuajnë nga ky shqetësim dhe shumica e rasteve janë gra. Rreth 50% e grave janë të infektuara me infeksione të kanaleve urinare në një moment gjatë jetës së tyre, gjë që është në thelb se mund të ketë mbi 8 milion takime mjekësore çdo vit. Simptomat fillojnë me nevojat efektive të shpeshta për të vizituar tualetin dhe ndjenjat e djegjes që keni në fshikzë ose në uretër. Mënyra juaj e parë për të trajtuar këto probleme duhet jetë për të testuar edhe terapitë natyrale. Duhet jeni shumë të kujdesshëm dhe gjithmonë të tregoheni të vëmendshëm në përputhje me atë për të marrë rezultatet e dëshiruara. Këto terapi natyrore janë shumë të lehta dhe të kuptueshme, janë udhëzimet që ato japin. Trajtimi i infeksioneve urinare me sodë gatimi. Soda e bukës është një ilaç natyral shumë i fuqishëm kundër infeksioneve të kanalit urinar. Ajo neutralizon nivelet të aciditetit urinar dhe si rrjedhoi rrit procesin e rimëkëmbjes, citon dhe Elsaj. Përveç kësaj detoksifikon dhe pastron veshkat së bashku me shërimin e shpejtë të organeve. Për të trajtuar infeksionet e kanaleve të urinës, duhet të përzjeni 1 gram sodë buke në një gotë të filtruar me ujë të pastër dhe pastaj pijeni 1 herë në ditë në stomakun bosh. Ju gjithashtu mund të pini 2 herë në ditë në stomak bosh duke përzierë vetëm gjysmë lugje çaji në vend të 1/3 syre. Kohëzgjatja e këtij trajtimi duhet të zgjasë së paku 1 javë, sidoqoftë mund të mendoni të përdorni edhe më pak atë. Gjithashtu, soda e bukës ka efekte shumë pozitive në shëndetin e përgjithshëm. Ju mund të përdorni në të njëjtën mënyrë gjithashtu edhe uthullin e mollës, si një zgjidhje mjaft e mirë efektive kundër shqetësimeve tuaja urinare. Mushti i mollës është gjithashtu një produkt natyral për infeksionet e kanaleve urinare që duhet të merret parasysh veçanërisht. Është një eliksir jashtëzakonisht i fuqishëm për shërimin dhe nxitjen e shëndetit. Është një nga mjetet më të mira natyrore antivirale, antifungale, antibakteriale që keni në dispozicion. Ndihmon sistemin tretës për të krahasuar edhe me bakteriet e dobishme. Përdorimi i tij bëhet në këtë mënyrë. Vetëm shtoni 1 ose 2 lugë musht molle në një gotë me ujë të filtruar dhe pastaj e pini atë deri në 3 herë në ditë 20 minuta para ngrënies. Nëse shija është shumë e hidhur ose e fortë, ju duhet ta bëni më të ëmbël, vetëm gjithashtu duke shtuar mjaltë. Nga ana tjetër, ju mundeni të merrni tableta nëse keni një problem me shijen e saj. Gjithashtu, nëse gjendja juaj është e agravuar ndjeshëm, atëherë duhet të paraqiteni tek mjeku për të marrë një trajtim më të specializuar. Infeksionet urinare shpesh mund të kthehen në një shqetësim të madh për shëndetin e njeriut, dhe mos trajtimi i tyre në kohën e dur mund të krijojë gjithashtu edhe vështirësi më të mëdha në jetën tuaj të përditshme. Prandaj, ekspertët këshillojnë si fillim, nëse gjendja juaj është e lehtë, të përdorni metoda alternative, pa e ngarkuar veten me medikamente të rënda, dhe nëse gjendja juaj është kritike, zgjidhja e vetme ngelet mjekimi specializuar. Infeksionet e shkaktuar nga baktere shkaktojnë inflamacione dhe irritime të fshikzës së urinës në uretër. Tubi që mban urinën në trup, prandaj lind nevoja për urinim më të shpeshtë. Përdorimi i sodës së bukës neutralizon urinën e bën atë më pak acidike duke ndihmuar kështu në lehtësimin e dhimbjeve therse. Si fillim, tresni gjysmë lugje çaji sodë bikarbonati në ujë dhe konsumoni të paktën 2 herë në ditë. Gjithashtu një ndihmë të madhe jep në shmangjen e këtyre infeksioneve dhe konsumi i shumë lëngjeve. Është një mënyrë shumë e mirë efikase në nxjerrjen e papastërtive që mund të keni në sistemin tuaj urinar. Infeksionet urinare janë të shpeshta sidomos tek gjinia femërore dhe mos trajtimi i tyre në kohë mund të krijojë shqetësime shumë të forta në higjienën e përgjithshme.
Jasi të shpëtoni nga infeksionet urinare dhe të lehtësoni gurën në veshka me disa receta 100% natyrale të renditura në këtë video sipas Brightside. Të gjithë njerëzit janë të rrezikuar, sidomos gratë, për t'u prekur nga infeksionet e rrugëve urinare. Më të rrezikuar janë pacientët me anomali të lindura të veshkave ose ato që kanë gurë në aparatin urinar, anomali të kanaleve urinare, uretër dhe shumë të përdredhur. Personat që kanë probleme ginekologjike si infeksionet e rrugëve të ndryshme, personat me imunitet të ulët dhe diabetikët në ndërhyrje kirurgjikale, personat e paralizuar, ata që nuk mbajnë higjenë personale. Infeksionet urinare fillojnë nga rrugët tona urinare që përbëhen nga veshkat, uretra, pshikza e urinës dhe infeksionet urinare janë të shpeshta dhe zenë vendin e dytë pas atyre të traktit respirator. Risk më të lartë gjithashtu kanë femrat se sa meshkujt, kjo për arsye të anatomisë së trupit të tyre. Receta natyrale për infeksionet të rrugëve urinare mund të jenë nga më të ndryshmet dhe sipas nevojës mund të përdorni atë që ju bën më shumë punë. Sipas Universitetit Rutgers të New Jersey, konsumi një gotë boronit çdo ditë ul me 60% rrezikun për infeksione të traktit urinar. Kjo pasi boronicat përmbajnë kimikate të quajtura tanines që mbajnë në kontroll edhe problemet tuaja që shkaktojnë edhe një barierë në fshikëzën e urinës. Nëse keni djegje gjatë urinimit, ndoshta është një infeksion i fshikëzës urinare. Këto infeksione quhen gjithashtu infeksione të traktit urinar që shkaktojnë baktere të cilat rrisin edhe fshikëzën ose kanalin e urinës. Këto infeksione mund të jenë tepër serioze dhe shqetësuese. Por çfarë duhet të bëni në këto raste? Konsumoni më tepër ujë. Shtoni sasinë e ujit që konsumoni. Lëngjet ju ndihmojnë për të larguar bakteret nga fshikëza dhe do të ndihmojnë gjithashtu në një sistem më të mirë. Lëngu i boronicës së kuqes, sipas ekspertëve të Healthline, është një zgjidhje shumë e mirë për t'u përfshirë në dietën tuaj. Ka kohë që diskutohet se lëngu i boronicës së kuqe ndihmon kundër infeksioneve të fshikëzës urinare. Ky lëng ju ndihmon të pastroni bakteret nga rrugët e urinës. Edhe probiotikët mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në këtë aspekt, duke ndihmuar edhe në lehtësimin e problemeve tuaja. Probiotikët janë baktere të mira që ndihmojnë në luftimin e bakterjeve të këqija që shkaktojnë infeksione të traktit urinar, citon Candice Rivers, urologe në Spitalin Henry Ford në Detroit. Soda e bukës gjithashtu sipas ekspertëve është një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese. Nëse keni dhimbje ose djegje gjatë urinimit, konsumoni një lugë kafeje sot buke me ujë. Reduktoni përdorimin e ngacmuesve. Kafeina, alkooli, ushqimet pikante, duhani, pjetë me gaz dhe ëmbëlsuesit artificial mund të irritojnë fshikëzën e urinës dhe ta bëjnë akoma më të vështirë për të shëruar. Përqendrohuni te ushqimet e shëndetshme si karbohidratet me nivel të lartë të fibrave dhe yndyrnat e shëndetshme si avokado, vaj, ulliri që ju ndihmojnë në ndjeshëm e tretjen. Uthulla e mollës gjithashtu është një ndjesi shumë e mirë për të lehtësuar këtë problem. Ata që vuajnë nga infeksionet të traktit urinar mund të përdorin uthullën e mollës si antibiotik natyral për trajtimin e infeksionit. Por janë disa këshilla që mund t'i ndiqni për të parandaluar kështu infeksionet të traktit urinar. Çdo individ i kërkohet të ketë një higjenë personale sa më të mirë. Të mos e mbajë urinën, por ta zbrazë fshikëzën sa herë që ndjen të nevojshme për të urinuar. Të pijë sa më shumë lëngje natyrale dhe pa gazra. Të mos konsumojë alkool. Të mjekojë vatrat e tjera të infeksioneve kudo, si dhe nëse ka dhëm të prishur, gryk, infeksione të veshit, hundë dhe rrugëve të frymëmarrjes, t'i mjekojë ato më shpejt. Të luftojë gjithashtu me problemin dhe ta adresojë atë tek mjeku. Nëse vuan nga hipertensioni, diabeti e të tjera, ta adresojë tek mjeku. Gratë shtatzana duhet të bëjnë kontrolle të shpeshta dhe analiza urinare dhe nuk është në gjendje që të lëvizë, ajo duhet të kërkojë menjëherë urgjencën për të marrë një trajtim të specializuar. Këto janë disa mënyra alternative për t'ju ndihmuar kundër infeksioneve urinare. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.